Asnjëherë mos e pini kafen në këtë orë, ja pse. Mëngjeset nuk mund të kenë kuptim pa një filxhan kafe të ngrohtë, por në fakt nuk duhet ta konsumoni përpara orës 9:30 minuta të mëngjesit. Kjo pasi studimet kanë treguar se sjell tërës gjatë ditës. Kur pini kafe, kafeina ndërhyn në nivelin e kortizolit, gjë e cila mund të çojë në rritjen e stresit dhe ankthit. Kjo është arsyeja pse shumë persona e fillojnë ditën e tyre duke u ndjerë në ankth. Koha më e mirë për të shijuar kafen tuaj është, sipas ekspertëve, pas orës 9:30 të mëngjesit, kur niveli i kortizolit është më i ulët dhe kafja do t'ju ndihmojë që të merrni energji të duhura për të vazhduar pjesën tjetër të ditës, por siguroni që të mos e teproni me të pasi mund të ketë efekt të kundërt.